Ishte spektakolare, ishte e pabesueshme edhe për mua që besoj që nuk ka më çfarë më surprizon, që ne mblidhemi në një mbledhje të zgjeruar të grupit parlamentar me qeverinë, gjë që e kemi vendosur ta bëjmë çdo fund muaji, për të trajtuar tema specifike, për të dëgjuar qeveria, deputetët qeverinë, i kushtojmë orë të tëra në këtë rast çështjes pronave, çështjes shërbimit të kadastrës, problematikave në këtë shërbim, ecurisë reformës në kadastër, shumë gjërave pozitive që janë bërë, shumë gjërave që duhet të vazhdojnë të bëhen. Pastaj flasim për reformën administrative territoriale, ku kryetari i komisionit, bashkëkryetari, prezanton gjithë analizën e bërë në këta muaj të dhënave demografike, të dhënave financiare, skenarët e tjerë. Pastaj bëjmë dhe një tjetër sesion për pikërisht temat e komunikimit dhe për këtë fushat brenda partisë dhe rreth partisë. Fillojmë në orën 11, dalim në orën 6, edhe mediat kombëtare. Nuk po diskutoj tenxheret e vogla apo ato të mbushura me helm që mëngjes, po mediat kombëtare raportojnë për publikun çfarë i tha Edi Rama njërës e çfarë i tha Edi Rama tjetër.